Tokece kanë ardhur këtu në datën 6 shtator, në datën 9 shtator të vitit 2022 dhe mbushen në shtator të këtij viti plot 4 vjet. Kontrata ka qenë 2 vjet. Dhe kur kjo është vënë dhe ka arritur këtu në portin e Zvërnesit, ka qenë prezent Balluku edhe ambasadore amerikane Kimete. Kim, por në zhargonin e Shqipërisë se i thonë Kimete, saj kurse këtej nga ana tonë i thonë Kunave, e kishte emrin. Janë paguar çdo ditë kompania Renko $34 dita për mirëmbajtje. Dhe Excelec Energy $64.5 qera në ditë. Nëse do ishin grevë, kushtoni $20 milion. Me qira janë paguar më shumë se $180 milion. Po këta i ka bërë kasime, këta të kalojnë këtu. Jemi një grup vullnetarësh, kemi ardhur këtu për t'i ndaluar ose për të kërkuar Hungari qeverisë, ka kaluar 2 vjet nga kontrata dhe këta vazhdojnë të ndotin. Nuk prodhojnë energji elektrike dhe thonë që është bërë një kontratë tjetër që këta paguhen pa punuar. Kemi ardhur këtu që të lajmërojmë edhe si të sensibilizojmë popullin e Dorës që të bëhemi më shumë dhe t'i detyrojmë të largohen këto prej këteja. Shikojni, nuk punojnë, i filmoni ato, kanë 2 vjet kjo punë që nuk, dhe vazhdojnë të paguhen. Është korrupsioni i pastër. E fundit që dua të them është kjo. Nëse kontrolli i lartë i shtetit do të arrinte të kërkonte ose të dërgonte këtu një ekip kontrolli, atëherë problemi do të ishte i thjeshtë. Kontrolli që do të bënte ky institucion shumë i rëndësishëm i shtetit, mund të jepte prokurorisë dhe shumë thjesht mund të dilte në dritë një aferë e jashtëzakonshme korrupsioni. Faleminderit.